15 deri 20 raste me viroza testinës çdo ditë paraqiten në qendrën shëndetësore Mes në njësinë administrative të Postribës në Shkodër. Nuk përjashtohen rastet e pickimeve nga insektet, bën të ditur mjeku i kësaj qendre shëndetësore Sokol Zhabjaku. Se gjithmonë këtë sezon kemi patur shtime të rastit të virozave, sidomos me çrregullime të traktit gastrointestinal, kryesisht të fëmijët, por edhe të rriturit. Kemi edhe pickime nga insektet, madje para gjysore pata një rast që i kishim piskuar me rimanga, janë të shpeshta në këtë periudhë dhe duhet të jemi shumë kujdesshëm. Duhet të japim trajtimin në mënyrë të menjëhershme, sa më shpejt mundësisht. 15-20 raste në ditë patjetër, po ngaherë edhe më shumë. Bluzat e bardha në qendrën shëndetësore Mes janë edhe në shërbim të turistëve të cilët vinë për të vizituar luginën e Kirit, Urën e Mesit dhe Kalan e Drishtit. Një zonë turistike dhe turistët na vinë për ditë këtu në këtë zonë. Para pak ditëve kishim një rast që na erdhi një turist nga veriu e Europës, i cili e thjesht kishte krizë paniku, po shtar me biçikletë, temperatura ishte ora 2 e drekës, domethënë dhe ishte djersit, u trajtu, po na vinë, kemi shpesh domethënë që na vinë këtu. Personeli mjekësor bën apel për të gjithë popullatën e zonës që të mos neglizhojnë simptomat apo të mos marrin medikamente pa kryer vizitat pranë mjekut më parë.